Pjeshka e ka ullur atop për Pepën, sërisht Pjeshka mes dy kundërshtarëve. Provon ti kalimi mirë nga ana e Pjeshkës, arkimi në zonë devijohet, goditje këndi në favor të Vllaznis. Do të sjell ky moment. Popilarti Karabecit, më pas Agovic, kjo mundësi arrin Gocaj të ndalë goditjen e Alilit. Agovic këtë herë, çfarë shansi për Tiranën. Ishte një pasiguri e Agovicit, shikojmë edhe një herë tjetër momentin nga goditja e këndit. Ja pra, e la topin aty, nuk arriti dot moment në parë të godas Dom Gjoni dhe as Alili. Pas ndoshta tërheqje muskulare. Shikojmë mban pikërisht në dorë pjesën e sipërme të kofshës, mund të jetë pra tërheqje muskulare për Tafilin. Vrapi i cili ka dhënë mirë këtë top në të majt, pas Krymi jashtë kuadratit. Çfarë mundësi e pitit godiste sakt, edhe një herë tjetër kjo zbritje në krah nga ana e Pepës dhe goditja e Krymit. Si për shkodranët nuk e shfrytzuan dot. Pas tjetër korridor për Krymin. Krymi arrin ty mes likës edhe shikojmë vendimin e gjyqtarit, thot goditje dënimi në favor të skuadrës Tiranës, megjithatë për tu parë përsëritja. Ky është momenti, shikojmë topin e gjatë dhe pra ndryrjen nga ana e Teqjas. Gjithsesi megjithatë topi që niset drejt Krymit, Teqja ka fillimisht avantazhin. Arrin t'i vjedh kohën Krymi, megjithatë ka një shtyrje ndaj Teqjas. Gjithsesi, gjyqtari pra akordoi goditje dënimi në favor të Karabeci. Ka shqetësimin e Krymit. Krymi që ka patur mundësinë më të mirë për Vllaznin në këtë ndeshje. Teqja pasakt, pasimi i tij vetëm rivone fundore për Agovicin. Se shkon drejt një 0-0 në këtë pjesë të parë, kjo sfidë, ky derbi pra i Shqipërisë mes Vllaznis dhe Tiranës. Cicmil nisë topin e gjatë përpara, vjen më pas ajo ndërhyrje nga ana e Hoxhallarit. Gjithmonë kemi të bëjmë me rivalin me duar. Do t'jetë Vrapi që do të kryej këtë rivalin anësore. Vrapi, topi lart, Bicaj nuk arrin dot, më pas Shtubina del Lika. Moment rrezikshëm, është i shtrirë Shtubina brenda në zonë, vazhdon aksioni Pepa. Gjithmonë Pepa, arkimi lart dhe kishte dalë më parë topi. Taku Karabeci, Krymi, vjen ajo ndryrje. Lihet mbrapa pasimi dhe ka ndryrje të gabuar, thot gjyqtari, do të kemi karton të verdh. Takat lart ka ndryrje të Karabeci. Ndëshkohet me një tjetër 0-0 ky derbi dhe kaq mjafton, thot Ardian Beqiri, mbyllet në Loro Boriçi. Derbi 175 i Shqipërisë mes Vllaznis dhe Tiranës, pa fitues, pa gola, 0-0 mes dy skuadrave që në fakt marrin fushën e lojës pikërisht ato çka dhanë, pra loja barabartë mes dy formacioneve, pak raste për shënim, sidomos në pjesën e dytë, megjithatë ndajnë nga një pikë si Tirana, gjithashtu edhe skuadra e Vllaznis që nuk është se ndryshojnë pozitat për sa i përket tabelës klasifikimit. Tirana që ngjitet në kuadrën e 27 pikëve, ndërkohë që në krahun tjetër Vllaznia me 21 pikë.
e mbyllin vitin me këtë barazim dhe përshëndeten tashmë me 2 tifozërit, si ajo, si skuadra e Tiranës, gjithashtu pra edhe ekipi i Vllaznis. Për mendimin tim, ekipi jonë pjesë parë luajti më mirë se kundërshtari dhe pat një mundësi shumë pas ndoshta shënimit, megjithatë futbolli i tillë është. Kurse kundërshtari thash pjesë dytë, pavarësisht e përcisë territoriale, nuk na ngacmoi as edhe herë seriozisht. Që të thamë ndeshta janë për Moviola dhe Moviola ka herë po i bajnë si kanë qef për t'i bën, jo për të folur realitet, nuk e kuptoj këtë gjë, megjithatë unë dhe djemt duhet fokusohen edhe fusha lojës, janë persona të tjerë të cilët duhet merren me këtë gjë sepse tashmë po vojnë për javësh shumë probleme, shumë dyshime për kuptimin e kësaj për vllazninë e Shkodrës në gjykim, megjithatë nuk kam qef marrë këtë pjesë sepse vetë